Kryeministri Edi Rama e ka thelluar më shumë skandalin e pagesës 4 milion euro nga buxheti i shtetit që ia dhuroi këngëtarit Kanye West, si rimbursim për dështimin e shitjes së biletave të koncertit të tij në Tiranë nga që shqiptarët e refuzuan pjesëmarrjen. Skandali filloi me shkeljen e rëndë të nenit 101 të kushtetutës, duke i akorduar 4 milion euro nga Fondi Rezervi Emergjencave, të cilat përdoren vetëm në raste fatkeqësisht natyrore, epidemi shëndetësore e krizash të pashmangshme ekonomike. Ndërsa koncerti i këngëtarit Kanye West i padëshiruar në të gjitha vendet e BE-s nuk është çështje emergjence, por është biznes privat dhe propagandë për pushtetin personal të Edi Ramës. Kryeministri Edi Rama e ka thelluar më tepër skandalin me këtë zhvatje që i ka bërë taksave të shqiptarëve në maskën e një koncerti klientelist, duke futur në fuqi zbatimin e pagesës për koncertin e Kanye West. Një ditë pasi e ka firmosur, ai e ka publikuar aktin normativ nr. 3 datë 6 korrik në fletoren zyrtare nr. 146 datë 7 korrik me përcaktimin. Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Por neni 101 i kushtetutës detyron këto procedura që duhen zbatuar nga kryeministri. Këshilli i ministrave në rast nevoje dhe urgjence në përgjegjësinë e tij mund të nxjerrë akte normative që kanë fuqinë e ligjit për marrjen e masave të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen menjëherë kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë që nga fillimi nëse nuk miratohen nga kuvendi brenda 45 ditëve. Akti normativ për 4 milion euro të dhuruara këngëtarit Kanye West, duke i trajtuar si shpenzime për emergjenca kombëtare, kryeministri Edi Rama e firmosi më 6 korrik dhe nuk e ka dërguar akoma në kuvend, por në shkeljet kushtetutës e ka publikuar edhe në fletoren zyrtare me hyrje në fuqi pa u miratuar më parë në parlament. Informacioni i ardhur në pamfleti nga burime brenda Ministrisë së Financave bën me dije se Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve Blendi Goxha kanë kryer pagesën në llogarinë e këngëtarit pa u miratuar akti normativ në parlament, kur ai duhet të futet në zbatim vetëm pasi të miratohet në parlament. Element tjetër i skandalit me aferën 4 miliard lekë është në nenin 3 të aktit normativ ku thuhet Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit autorizohet të nënshkruajë kontratën me kompaninë e këngëtarit me qëllim disbursimin e fondit të parashikuar. Pagesa e kryer tregon se akti normativ, kontrata dhe pagesa janë bërë me urgjencë brenda 24 orësh, sikur financierët e këngëtarit Kanye West kanë qenë brenda në zyrën e Blendi Goxhës për t'i marrë me urgjencë miliardat dhe ju dhanë pa u miratuar në parlament. Siç kuptohet, Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave dhe kryetari i kuvendit Niko Beleshi bashkë me deputetët e PS-s në rresht kanë marrë urdhër nga Edi Rama për ta miratuar pas pilafit këtë akt vjedhje të zbatuar paraprakisht në shkelje të kushtetutës.